Konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe asaj lindore rikthehet në vendin tonë pas 13 vitesh. Në hapjen e konferencës ishte i pranishëm presidenti i Republikës Bajram Begaj, ministri i drejtësisë Ulci Manja, si dhe përfaqësues të drejtësisë amerikane. Presidenti i Republikës në fjalën e tij e vuri theksin tek investimet që duhet të bëhen në gjyqësor me qëllim rritjen e pavarësisë së tij. Ky kërkon profesionalizëm, kërkon integritet dhe një ndjenjë të lartë dhe të thellë përgjegjësie publike. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meritojnë drejtësi të pamundshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë për të gjithë. Në drejtësi e vonuar, në fundit është në drejtësi e mohuar. Pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i impostit, por është themel i demokracisë, garanci e pamundshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Për ministrin e drejtësisë, investimet që po bëhen në gjyqësor synojnë përveç të tjerave edhe modernizimin e sistemit gjyqësor në funksion të rritjes së besimit tek drejtësia, ndërsa për kryetarin e gjykatës së lartë shqiptare, bashkëpunimi mes vetë gjykatave të larta mbi praktikat është mjaft me rëndësi për dhënien e drejtësisë. Së pari, besimi publikut gjyqësor është themeli i çdo sistemi demokratik. Reforma jonë në drejtësi e nisur mbi 10 vjet më parë në 2014 ka pasur si objektiv pikërisht rikthimin e këtij besimi përmes një pastrimi të sistemit dhe rritjes transparencës, integritetit dhe profesionalizmit në gjykata dhe në provori. Së dyti, diskutimet mbi marrëdhënien mes jurisdiksionit vendas dhe atij ndërkombëtar është kyç, sidomos për vende si Shqipëria, që synojnë integrimin evropian dhe mbështeten në parimet e të drejtës ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të gjykatave evropiane, por dhe më gjërë. Qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë Drejtësisë ka siguruar planifikimin e duhur buxhetor afatmesëm në vlerën 10.7 milion euro dhe janë siguruar fondet e duhura në buxhetin e vitit 2025 për të siguruar implementimin dhe financimin e plot këtij sistemi për gjyqësorin shqiptar. Çdo konflikt pavarësisht qëllimit përfundon në dyert e gjykatave. Për këtë arsye, rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet edhe më e madhe. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së provojave konkrete, mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe Lindore do t'i vazhdojë punimet e saj për 2 ditë.